të heqim nga jeta jonë, çdo gjë që nuk është funksionale, pasi që përmenda, atëherë automatikisht çdo periudhë kemi vështirësi për të filluar diçka ose edhe nëse fillojmë prishet me një herë, pothuajse domethënë pa e kuptuar vetë edhe ne. Gjithsesi, nuk mund të themi që sa periudhë nuk ka pasur njerëz që kanë filluar gjëra dhe i kanë mirë mbajtur. Thjesht po them që është më e vështirë. Por në qoftë se arrim që të gjejmë rrugën tonë, atëherë kemi aftësi shumë të madhe dhe Plutoni në këtë rast bën komplet të kundërt, na mbështet për të ecur, për të avancuar dhe le të themi që bëhet ndihmësi jonë më i madh. Pra Plutoni nuk është diçka për të pasur frikë, përkundrazi, është për të kuptuar më mirë rrugën ku duhet të ecim. Ndërkohë që aktualisht është tek shenjat fikse. Duke me kalimin e Plutonit tek shenja fikse, tashmë për 20 vitet në vazhdim, sepse Plutoni tek shenja e ujorit do të qëndrojë për 20 vitet në vazhdim, do të jetë deri në janar të vitit 2044, pra kemi një periudhë shumë të gjatë. Gjatë kësaj periudhe, shenjat fikse që i përmenda pak përpara, është Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori, do të jenë shenjat më të prekura, por kjo nuk do të thënë se janë vetëm ata. Jemi të gjithë ne. Vështirësia që do të kemi, ndërkohë që më përpara kishim vështirësi për të filluar diçka, tani do të kemi vështirësi për të hedhur rrënjë, për të zhvilluar atë që kemi ndërtuar më përpara. Mund të humbasim shumë shpejt vullnetin, apo mund të prishet, në të njëjtën kohë mund të përballemi me shumë manipulime. Mund të kemi vështirësi për të bërë pjesë e shoqërisë, duke qenë se Plutoni aktualisht është e ujori dhe ujori domethënë edhe shoqëri, organizata. Mund të vëmë re shpërbërje në organizatave, si ato që le të themi që janë humanitare, në thonjza, mund të vëmë re